Atëherë unë po e nis nga fundi atje ku e leti Flavio, tek momenti që nuk është ndonjë gjë edhe pastrimi parave. Këtë qeveria e ka treguar se ka disa vite radhë që u përpoq të bënte amnisti fiskale, penale, evazioniste, të gjitha i mori parasysh, por nuk arriti dot që ta bënte deri në atë mas që ajo donte. Kështu që ajo i ka dhënë të drejtë këtyre lloj personave që kanë fituar këto para për t'i legalizuar ato. Unë do them diçka për qytetari, në fakt me shifra që në 2013 çmimi për metër katror në Tiranë ka qenë mesatarisht rreth 700 euro. Ndërsa sot është 2000 deri në 2100, po ka vajtur rreth 3 edhe 7 në për disa zona. Po. Çfarë na tregon kjo? Në ekonomi, studentët e ekonomisë, të financave, të gjithë, gjë e parë që mësojnë kur shkojnë në shkollë është që shtesa e ofertës bën që të ulen çmimet. Pra oferta dhe çmimet janë gjithmonë në një përpjesim të shtrenjtë. Nëse njëri rritet, tjetri ulet. E kundërta ndodh dhe ne. Tek ne trefishohen çmimet, edhe pse kërkesa është ulur jashtëmase shumë, sepse tani dhe me këto çmime një qytetar i mesëm, nivelit të mesëm, një familje e re në nivel të mesëm e ka të pamundur që të blejë një shtëpi. Dhe kështu që ky lloj deformimi që i është bërë ekonomisë edhe çmimeve e ka nxjerr jashtë tregut qytetarin e thjeshtë. Qytetarin e ka lënë në mëshirë të fatit, që ai është i destinuar që të jetojë gjithmonë me qera, por edhe kjo qera është në bazë të këtyre çmimeve, janë arritur dhe çmimet e qerave kanë vajtur në stratosferë dhe ato. Kështu që qytetari i thjeshtë është i detyruar të marrë shtëpi me qera në zona komplet të largëta, për të cilat i duhet të ketë një transport publik shumë të mirë. Tani, unë mund të flas shumë këtu edhe për mënyrën se si funksionon ndërtimi në Shqipëri. Dhe pse ndërtimi është bërë baza kryesore për pastrimin e parave. Sepse qeveria i ka lënë dorë të lirë firmave të ndërtimit që të krijohen dhe të fillojnë të ndërtojnë edhe pa pasur asnjë kapital. Pra me një kapital minimal që mund të jetë 100.000 lekë, kushdo mund të hapi një firmë ndërtimi, mjafton të ketë linjat e duhura që të marrë lejen e ndërtimit dhe mund të ndërtojë duke shitur ajër dhe duke punuar me lekët e qytetarëve. Besoj e kemi vënë që të gjithë që në Shqipëri, në Tiranë po dhe në rrethe, shumë apartamente, godina fillojnë të ndërtohen, por duan me vite të tëra që të mbarojnë, sepse varen vetëm nga të ardhurat që i sjell qytetarët apo nga mënyra për të gjetur paranë e pistë për të hyrë në treg. Zonja Meri, meqense jemi këtu, nëse më lejoni, çfarë mekanizmash parashikon legjislacioni shqiptar për verifikimin e kapitalit të këtyre investitorëve? Dhe është normale që projekte shumë të mëdha, për shembull, financohen nga klientë që funksionojnë me parapagime dhe jo me financim bankar, përgjithsisht? Nuk e mbaj më të mirë periudhën, them drejtën, kur ka ndodhur, po shoqata e bankave ka kërkuar që bankat në momentin që kryheshin veprimtari në shoqëritë e ndërtimit, për shembull, ato shoqëritë shkojnë dhe derdhin depozita para në banka, duke me përshkrimin para të derdhura nga klientët dhe dorëzojnë një kontratë që mund të kenë lidhur parapagimi ose kontratë sipërmarrje me një klient, dhe dorëzojnë parat në bank, shoqata e bankave ka kërkuar që të mos merrej si bazë vetëm kontrata, por të kërkohej burimi i të ardhurave. Por kjo gjë nuk u mor parasysh nga Banka e Shqipërisë, sigurisht as nga qeveria, sepse nuk u ka interesuar të detajeve.